Qërë ku arrin hipokrizia, poshtërsia dhe idiotizmi i liderëve shqiptarë në Kosovë. Për 20 vite, o ndërtu narrativa e kryeministit Kurti, ku e keme zë figurë në parlament të Kosovës, këta kriminel, këta kanë bërë, paramendo, do të thot, është Kurti, fjalimi Kurtit në parlament, ku thot, i ftoj ndërkombëtar të jetojnë këta kriminel, të t'i shohin që këta janë kriminel, këta janë, e thot deri në atë shkallë që a thot, me të vërtet Serbia ka bërë krime më shumë në Kosovë, po krimet me menstruoze thot i kanë bërë këta pjesëtarë të UÇK-s. E ke, majnë një ka thonë një media shumë të ndërume si drejtare TV, edhe nesër mas nesër del dikush ma demanton, unë e kam obligime të dërguat video, ku e ke në parlament, ku thotë krimet më serioze i banë. Jo, po du me dalë të pyetja jote, një sekund të lutem. Ku këta tani, fund gjykate, gjatë 5 vite, nuk i ndihmun asgjë, as me ekipin e drejtësisë, as me Ministria e Drejtësisë, me financët e avokatëve, asgjë. Dhe sot këta lider dalin edhe thojnë, jena kërkojmë drejtësi, UÇK-ja është e drejtë. Kjo më duket hipokrizi, kjo vlen për Zotin Berisha, i cili e ka qujt me fjallet më pejorative e ka qujt Hashim Thaçin, edhe sot del derdh lot krokodili, ai e kryen rolin e një si thon, opiumit opinionit si ja edhe Berisha qenë ka për drejtësi, ose Albin Kurti, ose Vjosa Osmani, është të mërshëm, unë nuk edhe Vjosa Osmani, se Vjosa Osmani takoi presidentin Trump. E qa ka rëndësi që e takoj presidentin Trump?